A kujtohet në diçka interesant që ka thonë kujtohet se kur nuk harroj, Bacefe u mulke nga të vete. Isha e ri, unë vike keq, ish Rasim Keqina, ishin Murrize, ishin shumë shok ato, me tonë jam njoftu që ta me Recep Selimi me krejt, edhe ma baj ke rezollu në gjungat këtë. Dhe isha Bacefe shumë ri, unë që dhe ke po të thamë se po të respektojmë botë fshatës, atëherë s'kisha luftu, po qas si djeri jaftë, mi ditë, do me thonë me ta ditë edhe menën për çka e orë dhe qyshet e kësi, bile që ka vlau prezent, janë orë laznija me morë peo brije, me më prunë rezoll, nuk unë shaj Bacefe. Edhe 2 tenëror generali Las Derguti me Ahmet Zabelin, apet nuk unë kalëshu. 3 herë që le të fletë kë, vetë, 3 herë, me minzi u më lëshoj, bili u që në të më kopi për qofë, tharam, po mos më lëshoj sërtë në 30 metra, 25 metra. Dhe ty, Bera Metlia, qysh tha, që ashtu ma pruni zëti, bashkë të vuri Gjevdet Aruqit, që nga kanë vronë nish Jugoslavi Gjevdet Aruqin, 25 metra, 30 metra. Po si ka ndodhë që e komponi? Atu kur nuk e harroj, dhe ma thonë tenkat në vërsëllën, se shumë thëjnë u që këja ka ikë. Me pasikun se kësha kol tenken atë. Me pasik se kësha kol tenken, asë këse kësha omër plumën kry me pasik. Edhe kur nuk e harroj, kris me por e jam ja kodrejnë tenk. Tani kanë gju ato ushtarë që janë në kohë bashkë me neve. Dhe ma ditër me të ushtarë janë nalë. Aty e keni asgjësu një tank? Edhe në kupullë me disdisi. Bile kur nuk e harroj, a i tenkiste që të sa që më i ke gjuki flatë qësaj dhe pe pluma më ka shkua. Edhe masi që u kalë tenka, shkijet rrësë tenka, u sirëshën si kur dhe, që shtë tupë. Ja bajka i komandonte, i tyre ja bajka, ajde mo na prejt, nuk u zeshin morë. Qatë tu kena vëro, sa kena mujtë në 30 metra, se si kur dhe, të i hupi bësulla, që ata ushtarë që kena, sa kena mujtë kena gju. Bile kur nuk ka rej, mu ka qetë automonti. Qatë ditë kusë mu ka kupë zërma, mu ka qetë automonti, kur adën njëtë, se kum një vetën ma lekshta. Edhe pe nervëz e kom morë, e kom qelë automatin, e kom shi, jo me thonë me ikë, po e kom qelë, e kom shi, e me pastru, e me luftu henez, kur ardhë urdhë, që ka vlau prezent se kjo ko, tonë janë të rjekë me automata në njërë të regull, unë e dë automata në gjej pa qëtë, dë në dërë, dë, që e kom ka po vetë prezent, në mos e në menëshëm, henez me luftu e, jo me ikë, po me kërësore sërtë u këthyën, Murrize tani me se edha e kollin e tengë, edhe komandant Shkupi, edhe ai luftari furt ka qenë aty, ka qenë Ahmet Zabeli, Randi, Ahir Dëmokë, Fatit Dëmokë, Rifat Mzive. Shamponi për shtypjen e me Rifat Mzive, për me shumë, heroin e klumbit Rifat Mzive, unë vllahën e tij kam shumë mik, Ahmetin edhe, si ka qenë një moment i rënd bashkë me Rifatin që çka të ka thonë ty kur është rinj aty se boni për shtypjen shumë. Rifat Mzive ka thonë edhe herë tek kisha po djalin tim vetë në zheku më jetë, se djali ka pas lind luftë. Edhe i herë ka thonë, kam qef me po djallin tema, dhe më thonë që në luft që i ka lind, po qes, dhe më thonë, a i nuk e pat fatin me po dhe i herë, po ra dëshmur. E për që ta, na dhëtë me mojtë në Musa Smoli që ka full, a i që ma nonën luftarit, me Musa Smolin jam, a i që e respektët dëshmurin, me ato jam. Në varsisht periuda mas lufte, kush me qka mërë e qka banë. Na po fullim për periudën e luftës, çdo fshtor është i vlefshëm. Edhe nëse nuk ka luftu hiç, veç uniformën që ka pas, është i vlefshëm, se me panzor shkoj, me çat uniforme e kish prej e kish gri. Edhe ajo është, ai ton s'muj më bol luftar të fort, po që është ta mungu sa 5.000, me 5.000 vetë janë kontë që kanë gjullë shko. Tani ka pas normal edhe tjerë. Bravo, bravo. Shumë e vërtet, po.